Njoftohemi nga redaksia se ish presidenti Ilir Meta ka mbritur në fshatin Çepan të Skraparit, aty ku do të mbahet ceremonia e varimit të babait të tij, Recep Meta, që ndroi jetë ditën e djeshme. Mësojmë se Ilir Meta doli nga qelia në burgun 313 mëngjesin e sotëm, ndërsa transporti i tij është kryer në masa të rrepta sigurie. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse ka organizuar shoqërimin e Ilir Metës nga paraburgimi për të marrë pjesë në ceremoninë martore të babait të tij. Gjithashtu mësojmë se ceremonia martore pritet të zhvillohet pikërisht në orën 12 pas rreth një çerëkore dhe kujtojmë se Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024. Këto janë pamjet të cilat vijnë nga gazetarët dhe kameramanët tanë nga fshati Çepan në Skrapar, ku do të zhvillohet edhe ceremonia e varimit të Recep Metës, babait të Ilir Metës, të cilin ne e shohim në këto pamje duke takuar edhe të afërm apo bashkëtar të cilët do të marrin pjesë në ceremoninë martore të përcjelljes së babait të tij në banesën e fundit, shoqëruar nga punonjës policie dhe në masa të rrepta sigurie. Zoti Ilir Meta merr pjesë në funeralin e babait të tij dhe siç kujtojmë e ka lënë burgun 313 sot rreth orës 7 të mëngjesit për të udhëtuar drejt Skaparit e për të marrë pjesë në këtë ceremoni varimi. Nuk e dim se sa orë e ka lejen e qëndrimit atij dhe kur do të rikthehet përsëri drejt burgut 313, po besojmë brenda ditës së sotme. Këto ishin pamjet e drejt për drejta, ndërkohë që në fshat mësojmë se mungon interneti.